Jemi në Mars dhe nëse në Shkodër rrezet e diellit kanë detyruar qytetarët që të ndryshojnë garderobën, thethi vazhdon të jetë i bllokuar totalisht. Nga Boga në Qaftore rruga është hapur ndërsa nga Qaftoria deri në theth është e pakalueshme. Banorët kanë humbur besimin se shteti do të ndërhyjë për përmirësimin e situatës. Pse e vetmja rrugë në Shqipëri është rruga e thethit e bllokuar nga dëbëra. Edhe thethi është një ndër vendet më preferuar për turizmin, edhe ala rruga Elon Mars, rruga vazhdon të jenë mëllën. Kena pas shumë premtime prej bashkisë, me të thënë drejtën, për rrugën, na ka thënë se do ta hapim rrugën e thethit, pavarësisht se kur kanë nevojë me kërku voda, vinë ne kërkojmë vodat edhe rrugën nuk e hapin, edhe rruga Qaftore është bërë shumë problematike. Nuk ka i vjet, po ka shumë vjet që po bëhet problematike për 5 kilometra rrugë. Nuk gjinet nafta apo nuk ka sfadroma, kështu që i bëjmë thirrje shtetit. Ne nigjojnë në Tiranë se në Shkodër pak a shumë kena hjek edhe në dorë tash. Me forcatora nuk jena xhet me bë tana. Ne duhet me shtrualla asfaltin, s'mund na me shtru. Për 5 kilometra ne gjejmë fadrome edhe pe hellim naftën vet, fundi i fundit. I bëjmë thirrje shtetit që të nigjojnë shteti këtë gjë. Në Tiranë, Live, le Shkodrën. Se na ka premtuar shumë bashkia apo bashkia s'po bën asgjë bashkia e Shkodrës. Se besoj në shtallë s'ka mundësi, por paktën mos më premtu. Pavarësisht se u premtua se në këtë zonë do të ndërhyej për hapjen e plotë të këtij segmenti, këto pamje tregojnë qartë situatën e krijuar në zonën e thethit, një zonë e harruar prej vitesh dhe e lënë në harres nga të gjitha pushtetet.